Miq të dashur, kam kënaqësinë që minutat në vazhdim të flasim me Shqiptar Millakun për EPCO Juni Turnament, turneu i lojrave online, i cili do të mbahet në ambientet e kolegjit AB. Mirëmëngjesi Shqiptar dhe shumë faleminderit që sot je pjesë e emisionit Alarm. Atëherë Shqiptar, EPCO Juni Turnament po rikthehet me edicionin e 4. Na tregon se çfarë pritet të sjellë ky edicion më ndryshe se edicioni i mëparshëm. Po, edicioni 4 dhe shka fillu, tashmë jemi një javën e parë që cilat luën loja Valorantit. Ky edicion është që ka ma ndryshër se i kemi 2 edicione, 2 finale LAN. Vitin e kalume kemi pas vetëm një edicion që ka pas LAN finale, a i ka qenë edicioni dimror, këtë vit është pranverori tani që po zhvillohet, me 10 maj bëhet finalja në AB. Gjithashtu këtë edicion kemi bashkëpunim ngusht me kolegjin AB dhe me Gaming Center Alliance, ku lojtarët më në shumë me lojt të tyre pa pages tek zyrat të tyre në Ulpian. Po pse keni zgjedhur pikërisht kolegjin AB si një koqer kësaj radhe? Kolegjin AB kemi zgjedhur si një koqer shkaku i vizionit njëjtë sa i përket studentave që në ta pasionun pas gaming. Gjithashtu kolegji AB është një ndër kolegjet më moderne në Ballkan. Prandaj e kemi pa të arsyeshme që me vazhdu dhe me mbajt në sallat të tyre eventin e madh të Uni Turnament që mbahet edicion pranverore. Pra për juve ka rëndësi me qenë edhe ambienti perfekt, si që është edhe i kolegjit AB edhe modern. Po, është modern, është një ndër sallat më të mira në Kosovë për mendimin tem. Salla kryesore. Po, sa ekipe janë regjistruar dhe cilat janë lojrat me cilat do të garojnë? Vitin e kaluar në regjistru gjithsej 688 lojtarë. Këtë edicion jemi akoma numërim. Shoku që akoma nuk kanë mbyllur regjistrimet, pasi që jemi vetëm javën e parë të turnirit. Pritet që mu kalu numri i vitit kalum, shoku që ka interesim tepër të madh, edhe ky turnir është trit, tash i kemi 2 edicione që kanë finale LAN, pra me shumë gjas pritet kalohet numri i vitit kalum. Pra në çdo edicion po ka më shumë interesim? Po, në çdo edicion e ka kalu edicionin paraprak. Në edicionin e vitit 2022 ka kalu edicionin e parë, edicioni 3 ka kalu edicionin e vitit 2, edhe me shumë gjas po presim që edhe edicioni 4 me kalu edicionin e 3. A vazhdon turneu të transmetohet live si herën e kaluar edhe nëse po në cilat platforma? Po, turniri vendoset live është në Twitch, aty janë gjitha lojt online shfaqen, edhe gjitha pjesë më të mira të turnirit janë në faqen e EPCO Games, në të gjitha rrjetet sociale, si në TikTok, si në Instagram edhe në Facebook. Pra, mund në çdo moment kyç i edicionit, çdo pjesë, çdo lojë është aty që mundet më gjetë për njerëz që nuk punon vetëm me këshyrë ndeshjen live në Twitch. Po, cilat janë lojrat që përfshihen në këtë edicion edhe ndonjë lojë të re që nuk e keni pas në ndonjë edicion të kaluar? A ka kësaj radhe? Pak a shumë ne bazohemi në bazë të kërkesave të studentave. Janë lojë të njëjta, shoku që interesimi është për lojë të njëjta. Dallimi vetëm është që Rocket League nuk ka qenë edicionin veror vitin e kalum. Shoku interesimit këtë edicion e kemi vendosur në atë të pranverës. Shoku interesimit nalt, vitin e kalum nuk ka qenë në edicionin veror ka qenë vetëm Valoranti, CS2 edhe EFC, ndërsa këtë edicion është edhe Rocket League. Po flasim pak edhe për shpërblimet. Çfarë keni planifikuar për këtë edicion sa i përket shpërblimeve për pjesëmarrësit? Prize pool-i është 7.000 euro për studentat. Të gjithë ata që arrin finale dhe fitust ka me nda këtë prize pool. Për lojtarët e CS2, prize pool-i është 4.000 euro, për të Valorantit është 2.000 euro, për Rocket League është 700 dhe për fitusin e EFC është 300 euro. Gjithashtu shpërblime për njerëz që na ndjekin, për personat që ndjekin në turnirin, ku me pas edhe online në social media, po edhe në LAN finale që ku më mbajt në AB. Po si është përgatitur EPCO që kësaj radhe me bo hala dhe më të suksesshëm turnirin? Këtë edicion kemi pas bashkëpunim shumë a shumë se vitin e kalum. Në këtë rast që e ceka dhe merret me kolegjin AB, që ka qenë shumë bashkëpunim i ngushtë për datat, pasi që është ku e ngushtë, gjithashtu me Gaming Center Alliance, si që edhe ceka merret që lojtarët mundën me lojt me pajisjet më moderne tek Gaming Center i tyre. Gjithashtu e kemi përkrajnë e plot edhe bashkëpunim me Gjocin, i cili është një komentatori më i mirë shqiptar që kemi. Ka qenë edhe pjesëmarrës në finalen e LAN të vitit të kalum që u mbajt në Sinestar.
Po, a do të ketë risi teknologjika apo forma të reja të transmetimit live për audiencën online, përpos që na të përmendet që do t'jeni në Twitch? Përveç Twitch, aty paraqit të ndeshje, do më thonë, gjitha materialet tjera, pikat kyqe, jam në social media. Për momentin nuk kemi, është vetëm Twitchit ku buon broadcast lojt, ndërsa pika tjera është vetëm social media. Media Day kanë me pas qëjtartë, një ditë para finales, ku kanë me kallëzu për mapat e preferum, pjesët e preferume që a i ka shty mu fut në juni, ose pse luajnë lojën që kanë preferume. Po si ka evolu këtë turnir që nga edicioni i parë që ka qenë në vitin 2022 dhe që ka mundemi me prit nga ky edicion? Në vitin 2022, formati i lojës ka qenë ndryshe. Edhe edicionin e parë edhe edicionin e dytë, formati ka qenë vetëm 16 ekipe, nga 16 universitete ndryshme, ku një ekip ka luajtur për secilin lojë. Do me thonë, nuk e ka pas një ekip një lojë caktume, që e luajnë gjithë ekipa mirë, po vetëm 5 lojtarë, qata 5 lojtarë do të me luajtë në Valorant, në CS2, në Rocket League, edhe një lojtar në FIFA. Këtë edicion, në fakt për edicionit tretë, për edicionit verore të sezonit tretë të Uni Tournament, kjo edicion ka ndru shoko që merit versitalitetin, që lojtarë me pas ma shumë, që me pas ma shumë njerës interesume dhe me lujt me ekipën e vetë në lojnë e ti të preferume. Këtë edicion është njëjtë, vetëm i dallim është që Rocket League ashtu edhe në pranverë, edhe prize pool-i është rritë, shoku interesimit madh lojtarëve që ka qenë qysh pej edicionit dytë. Po si ka ndikuar IPCO Uni Tournament në zhvillimin e komunitetit të e-sports në Kosovë? IPCO Uni Tournament ka ndiku shumë fakt në industrinë e gaming, shoku që e ka rritë mundësinë e gamerave, studenta që janë për me qenë pjesë e lojrave, për me garu kundër studentave tjerë, edhe pse jo me nisë karrierën e tyne në gaming. Kjo është një hap shumë i madh që u bo, edhe e falenderoj këtë ekipën që e përkra edhe që e ka shty këtë turnir akoma ma shumë në pikën ku është. Pikën ku është tash. Shqipdon, a mundesh edhe për fond me nda me neve ndonjë surprizë ose ndonjë prapaskenë interesante që është duke u përgadit sa i përket këtij edicioni? Këtë edicion finale kom e pas shumë surpriza, kom e pas shumë giveaways për njerëz që na ndjekin, gjithashtu kom e pas edhe shumë fyrat njohura në botën e gaming për ma shumë, cilë qysh, atëherë pelojnë veç për finale, më konë surpriza. Do me thonë s'pendon me neve ndonjë surprizë interesante, diçka. Qa më në të me ndodhë, po saktësisht e shohim finale. Do të thotë ka me pas giveaways, ka me pas dhurata. Ka me pas dhurata, ka me pas fytyrat njohura në botën e e-sports. Po, cilat janë kanë me pa vetë. Edhe të maj e shumë. Mirë, faleminderit Shqipdon shumë për krejt informacionet edhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe që ishe në emision. Faleminderit. E tani të dashur shikues për pasojat dhe përfitimet e lojrave elektronike tek